Stuhia paralizon në aeroportin, anullohen 24 fluturime, turistët mbetën të bllokuar. Përmbytjet masive kanë paralizuar aeroportin në Ibiza, si pasojë e stuhisë janë shkaktuar ndërprerjet e energjisë elektrike dhe autoritetet janë detyruar të vendosin ushtrinë për herë të dytë brenda 2 javësh. Aeroporti i Ibizës është në kaos pasi uji i rreshjeve ka arritur të hyjë në tavanin e aeroportit, ndërsa stafi dhe udhëtarët po përpiqeshin të mbroheshin. Autoritetet kanë mbyllur aeroportin për 1 orë, ndërsa disa fluturime u devijuan për në destinacione të afërta. Në total, 24 fluturime u anulluan. Turistët britanik dhe të tjerë mbetën të bllokuar. Pamjet nga përmbytja u bën virale në rrjetet sociale ku mund të shihet qartë punonjësit duke pastruar ujin e mbledhur nga stuhia. Qeveria urdhëroi vendosjen e forcave ushtarake për herë të dytë në më pak se 2 javë për të ndihmuar në pompimin e ujit dhe hapjen e rrugëve.